Shqipërisë. Qartë. Zoti Meçollari, edhe një pyetje që doja ta shtroja për të dy. Me rënjen e Iranit, që është fare pranë, por me shpërbërjen e fuqisë që ju e përmendët, fuqi ushtarake, fuqi ekonomike, fuqi rajonale e tjerë, ish kryeministri i Izraelit, Naftali Bennett, është shprehur në mënyrën më eksplicite: Turqia është për ne Irani i ri. Ai do t'jetë objektivi ynë i radhës. Dhe ajo çka shihet, pavarësisht se mund t'jetë për konsum të brendshëm politik, duket sikur po evidentohen si dy kundërshtarët apo dy peshat më të rënda në lindjen e mesme, Turqia dhe Izraeli. Është e mundur bashkëekzistenca e tyre të dyjave kur ka kaq shumë mosmarrveshje mes tyre për Gazën, për Sirinë, për Iranin, për shumë çka? Shiko, është normale që rënja e Iranit do të krijojë një pol tjetër. Pikërisht. Do të jetë poli Turqisë. Për më tepër që Siria do të jetë një rajon e Turqisë turke. Pikërisht. Dhe ky është një tjetër. Është një tjetër. Por thelbi qëndron këtu që në Izrael ka një retorik që është pakës e vjetëruar ose e vjetëruar. Ata vazhdojnë të jetojnë me natyrën ose me psikologjinë e ekzistencës luftës. Po, e vërtet. Që ne duan të azgjësojnë të gjithë. Që ne duan të azgjësojnë. Në fakt, Turqia është shteti që e ka njohur të paktën nga vendet myslimane, me shumicë myslimane, është shteti ka pasur marrëdhënie më të mira me Izraelin. Pra, ekzistenca e kësaj psikologjie, ekzistencës së luftës së përhershme, është një nga psikologjitë e cilën në fakt që ka hyrë në ADN në izraelitëve. Është në ADN, më thënë, duke qenë gjithmonë të kërcënuar për ekzistencën, atyre ndoshta u ka hyrë, nuk po flas për Netanyahu, pasi Netanyahu e ka pjesë të ekzistencës ti, po edhe politike. Edhe politike, por një gjë është e vërtet që unë kam bindjen e plotë. Turqia dhe Izraeli në asnjë rrethan nuk do të jenë në konflikt ose në një gjendje lufte. Në asnjë rrethan, të paktën sa në krye të shtetit turk të jetë presidenti Erdogan. Nuk e di që do të ndodhi më mbrapa, pasi kontrolli nga pikpamja e mënyrës se si operon, mënyrës se si kontrollon, se si qeveris, është e kontrollueshme, është një qeveri e kontrollueshme, pavarësisht fakteve që ekzistojnë në terrenin turk, që ato janë çështje të brendshme apo disa kundërshtive në marrëdhënie ndërkombëtare, ka një lloj kontrolli të pranueshëm nga pikpamja e fuqisë. Kurse Izraeli ka përshtypje ka hyrë në një cikël i cili në fakt më shumë po e dëmton se sa po e ndihmon.